Dhe një moment rrallë televiziv, se nuk është që i shohim gjithmonë, një prijes të fesë islame, hoq, një pastor, një mentore të jogas, meditimit dhe sigurisht një psikolog. Prandaj temën do ta diskutojmë në shumë dimensione, në disa drejtime. Tani, ajo që e thashun fillim në hyrje është se njihen si lëvizje New Age, por këtu hynë meditimi, pastaj manifestimi, energjit shpirtërore, yoga, fenomene tjera si letrat, tarot, e tjera, të cilat njerëzit gjithë një më shumë po i përqafojnë së fundmi. Nga prizmi juaj, duat di pse ka që shumë njerëz së fundmi, apo ne po i shohim vetëm së fundmi, i drejtohen këtyre praktikave. Po filloj me ju. Dhe cili është qëndrimi në këtë rast i fesë islame? Fillimisht faleminderit, përshëndetje për ju, për gjithë musafirët. Sa i përket aspekteve shpirtërore, islami, por edhe të gjitha besimet qiellore në origjinë, nëse ju referohemi original, të gjithë të dërguarit e Zotit, objektiv të tyre kanë pas pastrimin edhe qiltrimin e shpirtit. Kujdesi për shpirtin. E pastaj çdo rrugë dhe formë edhe mekanizëm që ndihmon në pastrimin dhe qiltrimin e shpirtit, në qetësinë dhe relaksimin e shpirtit, është e pranueshme dhe legjitime vetëm kur ato i referohen mësimeve të Zotit. Për faktin se shpirti është një mister, shpirti është dhuratë prej Zotit, zatën njeriu, si krijesa më sublime e Zotit fuqiplot, është i veçantë pikërisht për shkak të shpirtit të tij dhe luftës që njeriu e bën me egon e tij, me gjërat të cilat e joshin për të mos njëllos shpirtin, dhe lufta e tij e brendshme është që ta bëjë që shpirti të jetë ai i cili e udhëheq njeriu me krejt ato çfarë e karakterizojnë krijesën njeri. Është interesant, betimi më i gjatë në Kur'anin famlart është pas 11 betimeve rresht radhazi, Zoti i plotfuqishëm thot, ka arrit të shpëtoj ai i cili e pastron dhe qiltron shpirtin e tij. Domethënë paraprakisht i paraprien 11 betime radhazi ku Zoti i plotfuqishëm betohet në diellin, në hanën e kështu me radhë, në fund thot ka arrit të shpëton vetëm ai i cili e pastron dhe qiltron shpirtin e tij, ndërsa është i humbur në të dy botët ai i cili ka leju që ta fundos shpirtin e tij. Prandaj kur jemi tek shpirti, neve Islami është shumë i qartë përballë këtyre metodave apo formave okulte që i përmendet ju, me metodat apo format okulte ju e përmendet në veçanti apo vetëm sa për ilustrim jogën apo mënyra tjera, por Islamin parim ka qëndrim refuzues, domethënë pa kompromis, madje një parim të tillë kanë edhe besimet qiellore në origjinë. E nëse në rrugtim me sipër ato kanë psu ndryshime, devijime, lajthitje, janë ndiku për shkak të rrethanave të modernitetit, më lejo i dashur Resul ta them edhe një çështje që është shumë e rëndësishme në kohën tonë moderne. Sot koha jonë moderne dhe postmodernizmi ka një luftë të pamëshirshme mes shpirtërores dhe materiales. Bota materiale dhe materializmi dëshirojnë me çdo kusht me fundos apo me lën anash edhe mos mu dëgju në asnjë rrethan shpirti,